contro un gruppo molto importante criminale, dove la base è il capo di questo gruppo. Se vi sono dubbi, se persone della giustizia sono incluse in questo gruppo criminale. Doci, conosciuto come VC Poyos, un personaggio noto nel mondo del crimine. Ha qualche dubbio la Polizia di Stato per deconspirazione del processo per quanto riguarda il business di questa persona? Vlerësimi që I bëjmë ne si institucion që është një ndër grupet më të rrezikshme, niset nga shumë indikatorë. Grupi ynë I hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme qoftë nga pushteti financiar, që ata kanë të ardha që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, po siç përmendi edhe zoti Mara, e në pjesë të tjera të Shqipërisë. Pjesë tjera të Europës, jo të Shqipërisë. Tani ajo që më pojë është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti Durrësi. I grupit dhe nën grupeve. Sa I takon emrave, ne si institucion ju e dini shumë mirë që kemi një politikë që nuk japim generalitete të personave të cilët arrestohen, edhe në komunikimet që bëjmë në njoftimet për shtyp me shkrim që shpërndajmë për mediat, ne nuk përmendim generalitete. Dhe nuk kemi pse bëjmë përjashtim që në të rast të përmendim generalitetet të personave ndaj të cilëve është lëshuar masa sigurimi, qoftë për ata për cilët masa është ekzekutuar, apo dhe për ata për cilët masa nuk është ekzekutuar. Come ho già confermato prima, la Polizia di Stato è stata inclusa ieri nella fase dell'esecuzione delle misure. Non ha avuto sotto osservazione personaggi di questo gruppo criminale. Per quanto riguarda la deconspirazione per I giornalisti, è una scoop questa deconspirazione, per me non vi sono stati problemi di questo caso. Sono stati arrestati I personaggi di questo gruppo criminale. Avete riferito 30 episodi di riciclaggio. Ta ndajmë, por qarkullimin e parave në flasë hetore, për pjesën e pyetjen e parë hetore. Allora, per il riciclaggio. How they transfer the money from Italy to Albania. Luta, mund ta përsërisë një pyetje që t'ia drejtoj personit. Pyetja e parë është autorët e çështjes, a janë arrestuar drejtuesit e grupit kriminal dhe në komisionin e drejtuesit ka patur dekonspirim. E konfirmoni ju, ka patur apo s'ka patur dekonspirim ky aksion, questa collaborazione tjerë. Dhe pyetja e cila është metodika e çarkullimit I parave të fista. Il metodo del riciclaggio, la seconda domanda. Come arrivava il soldo? Sì, la metodologia. Per quanto riguarda I flussi di denaro, Për sa I përket flukseve të parave, noi siamo riusciti insieme kemi arritur bashk a filmare, osservare të vëzhgojmë dhe filmojmë quando le persone che dall'Italia kur personat nga Italia i soldi ja besonin parat delle agenzie di trasporto agjencive të transportit me autobus venivano qui in Albania. që vinin në Shqipëri. Anche questa attività di eliminare le difficoltà Edhe ky aktivitet për eliminimin e vështirësive në kalimin e kufive è stata raggiunta, è stata eliminata questa difficoltà është arritur lo scambio di me informazioni anë të shkëmbimeve të informacionit simultane di effettuare sia delle localizzazioni attraverso ka lejuar lo strumento informatico të kryeshin GPS fondamentalmente lokalizime me anë të GPS-it dhe shërbime të vëzhgimit anche transfrontalieri.
transkufitare. Kemi arritur të shohim parat që nga Italia, nga Bari, shkonin në shoferët e autobusëve dhe nga autobusi vinin në Shqipëri. Fluksi i parave është kuptuar nga të gjitha të dhënat e marra nga qatet, në fotografi, në fotografitë e bëra të këtyre bisedave në celular, rezultonin përveç lëndë narkotike edhe para. Dhe bashkë me pakot e parave të dërguara, kishte edhe disa letra të shkruara me dorë për sa i përket kontabilitetit të grupit, pra të dhënave ekonomike. Kjo ishte rëndësishme sepse përsa i përket mjetit për kapjen e pasurive të paligjshme, në Itali është lejuar për disiplinën mbi narkotikët, sekuestrimi i ekuivalentit të barabartë të ardhurave nga vepra penale. Pra përmes rindërtimit të ardhurave, për çdo shitje lëndësh narkotike, kemi arritur të luftojmë, të sekuestrojmë pra të mirat, të ardhurat, pasuritë, për shumën e barazvleshme të çdo vepre penale. Atëherë në vijim të pyetjes, seguito alla domanda, ne ju bëm ditur numrin e personave për cilët janë ekzekutuar mos abbiamo reso sigurimi noto il numero delle persone dhe numrin e personave për cilët nuk janë ekzekutuar mos il numero sigurimi. di persone per le quali non sono state emesse le misure. Disa për personave për cilët janë ekzekutuar mos sigurimi ka patur një rol shumë të rëndësishëm në grupin kriminal. Alcune di queste persone hanno avuto un ruolo molto importante in questo gruppo criminale. Ashtu siç ka persona për cilët nuk janë ekzekutuar masat e sigurimit, Come vi sono persone per le quali non sono state eseguite le misure, të cilët kanë patur një rol thelbësor che hanno avuto në anche aktivitetin loro kriminal. un ruolo importante in questa attività. Sa i përket të dhënave lidhur me zyrtarët e drejtësisë, Per quanto riguarda dati per pubblici ufficiali della giustizia, në këtë hetim është caktuar mas sigurimi ndaj një avokati në Durrës. è stata messa una misura di sicurezza nei confronti di un avvocato. a Janë Durazzo. dokumentuar disa episode të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm. Sono stati documentati alcune forme di abuso d'ufficio I përket një faze të mëtejshme të hetimit rispetto a un'altra fase in seguito delle indagini. për verifikime të tjera. Ndërsa lidhje të drejtësisë me grupin kriminal ne nuk kemi patur. Deri tani jo. Della giustizia con questo gruppo Por criminale non hetimi abbiamo. do të nxjerrë dhe do të na paraqesim një pamje më të qartë Ma le të indagini gjitha ci asaj aiuteranno ad avere un panorama molto più chiara. Kjo është situatë. Më falar se në para se ke radhën për bërë pyetje, por njoftojmë që përfaqësues të Eurojust janë online dhe doja t'i ftoja nëse kanë ndonjë gjë për të na thonë, për të na Hanno qualcosa përshëndetur. da dire?